Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun, Zotin, krijuesin e botrave. Mirësitë dhe bekimet e tij qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahu xhel xhelalu lutem me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta, që të jemi ndër ata njerëz për cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sa herë që besimtarët mblidhen në një shtëpi për shtëpive të Zotit për të lexuar Kur'anin ose për të përmendur Allahun, vetëm se mëshira e Zotit do të derdhet mbi ta, do të përjetojnë qetësi shpirtërore, do të mbulohen nga melajket e vet Zoti do i përmend atje ku është ai. Qofshim në pjesë e kësaj mirësie të Zotit. Amin. Allahu në lutë që ky Kur'an të jetë dëshmi, argument, ndërmjetësim dhe avokat për ne ditën e Kiametit. Zoti e bëft Kur'anin për ne dritë dhe nur dhe na ndriçoft Zoti me të këtë botë, jetën e varrit edhe ahiretin. Amin. Jemi së bashku duke medituar në surën El-Asr, komentimin e kësaj sure. Normalisht që kjo sure konsiderohet njëkohësisht edhe një sure sfidante dhe mrekulli dhe profeci. Sepse Zoti tha në Kur'an, fa'tu bi suretin mithlihi. Nëse ju mendoni se ky Kur'an nuk është i ardhur nga Zoti, atëherë sillni një libër si ky herën e parë. Pastaj tha sillni 10 sure si suret e Kuranit. Pastaj tha sillni qoftë edhe një sure të vetme që të sfidoj Kuranin. S'mundën ata, të asaj kohe nuk mundën, po nuk mundën dhe ata që kanë ardhur më vonë, e s'mundet askush të sjelli edhe një sure me 18 fjalë, siç është suratu El-Asr, me 3 ajete. Suratu El-Asr, siç e tham dhe javën e kaluar, sikur njerëzit meditonin rreth kësaj sureje, domethënieve dhe kuptimeve të saj, kjo do t'i mjaftonte për të kuptuar fenë e Zotit. Aq madhështore, aq kuptim plot është suratu El-Asr. Një surë në cilën Allahu betohet në kapitalin me të cilin njeriu mund të blejë xhenetin ose mund ta humbi atë. Me kapitalin me të cilin mund të fitojë xhenemin ose mund të çlirohet dhe të shpëtojë një herë përgjithmonë prej tij. Ky kapital e ka emrin kohë. E në këtë kapital dhe nëpërmjet këtij kapitali njeriu mund të depozitojë vepra të mira që si arsye e tyre fiton mëshirën e Zotit e si arsye e mëshirës së Zotit fiton xhenetin. Ose e kundërta, depoziton të këqija e si pasojë fiton hidhrimin e Zotit e si pasojë fiton zjarrin e xhenemit. Për këtë arsye vjen ajeti i dytë ku tregohet se çdo njeri është në një humbje të qartë. Njeriu është në një humbje të qartë. Nëse nuk e kap mëshira e Zotit, nëse nuk e arrin mëshira e Zotit, nëse nuk e udhëzon Allahu xhel xelalu. Kështu që ajeti i dytë është njëkohësisht edhe një lloj, si më thën, një lloj shfaqje e begatisë së Allahut ndaj besimtarëve. Sikur po na thotë Zoti, njerëzit janë gjithë të destinuar për humbje. Po ju që nuk jeni të humbur dhe jeni të udhëzuar, e keni prej Zotit këtë punë. Prandaj rrini sa më pranë tij, madhërojeni, jepni rëndësinë e duhur urdhëresave të tij, ndalesave të tij. Mos u largoni prej Zotit. Dhe mos vlerësoni askënd mbi Zotin. Dhe se njeriu faktikisht në jetën e kësaj bote është në mirësi të Zotit, por
njeriu me dëshirën e tij, me vullnetin e tij, me sinqeritetin e tij, me pastërtinë e tij, fiton një pozicion tek Allahu xhallal xhelalu që mbas kësaj ai është i vlerësuar tek Zoti ose jo. Ti je i sigurt ose ti jemi të sigurt, po flas edhe për veten time këtu, që pozicioni jonë te Allahu xhallal xhelalu është në bazë të vlerësimit që ai ka për ne. Dhe pozicioni jonë në raport me fen dhe me Islamin është në raport të vlerësimit që ka Zoti për ne. Është e pamundur që dikush të ketë një vlerë shumë të madhe tek Allahu e Allahu ta lejë atë në baltën e mëkateve dhe gjunave, s'ndodh kurrë. Sjellja jonë, mënyra se si ne e ndërtojmë fen dhe besimin dhe rregullat e Islamit në jetën tonë, tregojnë dhe çfarë vendi kemi ne tek Allahu xhallal xhelalu. Edhe një herë, është e pamundur që dikush ka vlerë te Zoti, Zoti ta lejë atë në pellgjet e mëkateve dhe gjunave, është e pamundur, nuk ndodh kurrë. Prandaj dhe gjithë secili duhet të reflektojë, të shohë veten se ku është, edhe të kuptojë se në bazë të asaj që ai me të jeton, mënyra se si jeton, faktikisht tregon edhe vendin dhe pozitën që ka tek Allahu xhalla xhelalu. Allahu tha: "Innal insana lafi khusr." Nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të qartë. Pra po nuk e mëshiroi Zoti, po nuk e udhëzoi Zoti, po nuk ja çeli sytë e zemrës para se ti çeli sytë e ballit Allahu robit ti, njeriu është në errësirë. Është njësoj si i verbri që po nuk i dha Zoti dritën e syve, nuk mund të shohë. Kështu është edhe njeriu i cili është pa dritën e udhëzimit, është si i verbër, është si i hutuar, derisa të arrijë dritën e Zotit. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e saktë e ka përngjasuar situatën me dritën e Zotit. Allahu është paraqit njerëzve të gjithë me dritën e tij. Kë zuri drita e Zotit, ai është xhenetli, e kë nuk e zuri drita e Zotit, pra mbeti në errësirë, është xhenemli. Normalisht drita e Zotit ka zënë ata që Allahu e ka ditë se do udhëzohen dhe meritojnë udhëzimin, dhe nuk ka zënë drita e Zotit ata që Zoti e ka ditë se udhëzohen dhe nuk e meritojnë udhëzimin e tij. Nuk ka dyshim, pra betohem në kohën se njeriu, se s'ka dyshim se njeriu është një humbje të qartë. Të ndalemi pak tek humbja në Kur'an. Humbja në Kur'an trajtohet me detaje, sepse është një rrezik për cilin njerëzit duhet të kenë informacion të bollshëm. Dhe Allahu xhallal xhelalu na përmend në Kur'an humbja se cila është koncepti mbi humbjen. Humbja sipas Kur'anit është dy llojesh. Humbja e madhe, që do thotë si pasojë së cilës njeriu humb xhenetin dhe s'futet kurrë në xhenet. Fiton përjetësisht zjarrin e xhenemit. Kjo është humbja e madhe, humbja fatale. Dhe ka humbje, si më thënë, të vogël, ose humbje të dytë, që është vonesa e njeriut për të futur në xhenet dhe futja e tij përkohësisht në xhenem. Dhe ka një humbje minimale, që është humbja e gradave të larta të xhenetit. Humbja e gradave të larta të xhenetit. Dhe ajo është një lloj humbje në vetvete. Kështu që Kur'ani jep disa detaje të humbjeve, të konceptit mbi humbjen. Le të shohim në Kur'an afërsisht, domethënë 30 ajete flasin për humbjen. Për këtë arsye do të ndalemi
në konceptin mënyrës se si Kurani e trajton humbjen. Një mohimi dhe mosbesimi, mospranimi i Islamit. Kjo është ajo fatalja. Pra dikujt i vjen e vërteta. Dhe sqarohet, qartësohet mbi të dhe nuk e pranon. Kjo është fatale për njeriu në botën tjetër. Allahu na ruaj. Allahu xhalla xhelalu tha në Kur'an: Inna ad-dina inda Allahi al-Islam, wa man yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Feja e pranuar e Allahut është Islami. Dhe cili do që ndjek fe dhe besim tjetër përveç Islamit, Allahu nuk do ta pranojë atë. Dhe në botën tjetër do të jetë për të humburve. Kjo është humbja e madhe, humbja fatale, kur njeriu ka mohim. Pra mos pranim të vërtetës. Mos pranimin e të vërtetës kur i vjen. Qul kafa billahi bayni wa baynakum shahidan ya'lamu ma fi as-samawati wal ard walladhina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Thuaj, mjafton Allahu si dëshmitar mes meje dhe jush. Ai din çfarë është në qiell dhe në tokë, ata të cilët besuan të kotën dhe mohuan Allahun, s'ka dyshim se janë të humburit. E vërtet. Të humburit e vërtet. Mohimi mund të jetë mohimi i Zotit, po mund të jetë dhe mohim i diçkaj që ka ardhur si informacion nga Zoti për të besuar. Pra dikush thot ka Zot, për shembull, po s'beson botën tjetër. Ky është tek humbja fatale. Ky njeri nuk e meriton xhenetin dhe do të jetë përjetësisht në zerr xhenemit, edhe pse ka besuar Zot. Edhe pse ndoshta ka thonë Islami është feja e vërtetë dhe vetëm feja e pranuar. Për shembull, por kur ka ardhur puna për botën tjetër, ka thonë disi është puna. Po shpërmend, jo, po është metaforë që njerëzit të rinë linj, po e se ka ringjallje. Ky njeri për shembull quhet mohues. Ky është humbja fatale, ky është humbja e parevokueshme. S'ka apel, gjykat lart. Pritet bileta me një drejtim, që është në fillim fare. Tha Zoti xhalla xhelaluhu në Kur'an: Qad khasira alladhina kadhabu bi liqa'i Allah hatta idha ja'atuhum as-sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Qad khasira alladhina kadhabu bi liqa'ina. Kanë humbur dhe s'kan shpëtuar kur ata cilët mohuan takimin me Allahun. Pra nuk mund të jetë kur i shpëtuar njëri i cili mohon ringjalljen dhe takimin me Zotin. Po kështu, cili do që mohon një nga, le të themi, kushtet e besimit, në raport me engjujt, në raport me profetët, në raport me librat, në raport me caktimin e Zotit, e kështu me radhë. Pra mohimi është humbje e madhe. Edhe përgënjeshtrimi që është një lloj prej llojeve të mohimit, është humbje e madhe. Pra nëse njeriu mohon, ose mohon duke përgënjeshtruar, pra ka humbur. Shirku dhe idhujtaria, kush bie në mëkatin e idhujtarisë dhe të shirkut, ka humbur humbje fatale. Qofse është i ditur, qofse është i këshilluar, se kur njeriu nuk din, është muhabet tjetër, pastaj temë tjetër, nuk po flasim për këtë temë. Po flasim kur dikujt i vjen informacioni dhe vazhdon.
në idhujtari, apo në paganizëm, apo në adhurimin e të vdekurve, kështu me radhë. Mohimi i diçkaje me cilën ka ardhur me të Kur'ani, ose profeti a.s. I thotë i besoj gjitha. Po e ke parasysh shamia nuk e ka kohën, ka i koha shamis. Për shembull, mohon vetëm diçka. Mohimi i diçkaje e bën njeriu të pa fe. Po si vëllai beson? Del nga Islami. Momentin që ai mohon diçka, qoftë edhe një detaj shumë të vogël nga Kur'ani, del nga Islami. Apo mohimi i diçka që ka të bëjë me ghaibin. Për shembull, thotë, unë nuk i besoj magjit, me thënë drejt, musliman jam unë, ama nuk besoj në magjit, nuk i besoj magjit, sepse e man veten për shumë të shkolluar dhe intelektual. Edhe i duket si prapambetje, ndërkohë që magjia përmendet në Kur'an. Po mund të ketë egzagjerime nga njerëzit, po. Mund të ketë egzagjerime, njerëz që ja fusin kot për çdo gjë magji, dakor? Po ti s'mund ta mohosh. Ti mund të mohosh këtë rastin dhe këtë rastin dhe këtë rastin, që po thuhet se kemi magji, e thu ja fusin kot, po ti nuk mohosh magjin si gjë që nom. Apo mësyshin, apo çdo gjë që ka të bëjë me ghaibin, dhe çdo gjë tjetër që ka të bëjë me ghaibin. Siç është besimi në xhindët për shembull. Këto gjëra, domethënë e bëjnë njeriu që të dalë fishek nga Islami, Zoti na ruaj. Nëse është i informuar, se nëse nuk është i informuar, është muhabet tjetër. Mohimi i njërit për pejgamberëve të Zotit. Edhe kjo e njëjta gjë është. I beson të gjithë profetët, Muhamedit alayhis salam nuk e beson. Është profeti i arabëve, për shembull, ka ardhur për arabët. Ai po që profet, do të thotë se është thot vërtetën. E ky thot ka marrë për gjithë njerëzit. Tani atë besojmë ty, që thu ka ardhur për arabët, apo ti besojmë këtij që thot jam për gjithë njerëzimin. Se përdesa të thua është profet po për arabët, ky që thotë profet për arabët thot ka marrë për gjithë botën, për gjithë njerëzimin. E kështu njeriu Zot na ruaj pra futet në kategorinë e humbjes fatale. Humbja fatale do thotë se fiton kur xhenetin dhe është për banorëve të xhenemit. Prej, le të themi, humbjes madhe është që njeriu të bëjë gjunahet, sidomos gjunahet e mëdha. Pse tham humbje e madhe? Sepse rrezikon shumë njeriu me to. Rrezikon shumë njeriu me to. Allahu na ruaj. Sidomos kur ka të bëjë gjunahu me njerëzit, rreziku është edhe më i madh. Pse? Se njeriu mund të bëjë diçka në raportet e tij me krijuesin që mund t'ia falë Zotit gjitha. Ama hakun e tjetrit, djersën e tjetrit, pasuninë e tjetrit, atë prekjen shpirt të tjetrit, kur i bëhet zullum dhe padrejtësi, atë s'ka gjë që e merr përsipër. Allahu na ruaj. Për këtyre gjonave që quhen humbja e madhe, jo fatale, po humbja e madhe, humbja e rëndë, është për shembull në krye të listës që ndron vrasja e vetes. Nëse dikush vetvritet, Allahu na ruaj. E përmenda sepse koha është problematike, kjo kohë që jetojmë. Dhe njerëzit kanë shumë stres, kanë shumë ankth, pa arsye. Edhe mendojnë se kështu mund dalin nga halli dhe nga sikleti. E normalisht që kjo është gjë e rëndë shumë. Për këtë arsye pejgamberi sa na tha, as vdekjen mos ta kërkoni prej Zotit. Mos të kërkojë ndonjëri për jush prej Zotit që ma merr shpirtin.
Po nëse i ka shku puna aty ku nuk ban më, le të thot, o Zot, nëse është më hajrit për mu me jetu, ma lër jetën ta jetoj. E nëse është më hajrit për mu, më u largu nga kjo botë, më largon nga kjo botë. Pra ja lën zgjedhjen e Allahut dhe nuk e kërkon ky vdekjen. Jo më me qenë njeriu, si më thon, sebebçiu i vdekjes, Allahu na ruaj. Për këtyre gjërave që janë konsideruar humbje e madhe është angazhimi me këtë botë nga Allahu. Siç është përmend surën At-Takathur apo siç është përmend në surën El-Munafiqun. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. O ju që keni besuar, mirësitë e kësaj bote, fëmia, familja, pasurnimi, mos t'ju hutojnë, mos t'ju angazhojnë nga përmendja e Zotit, mos t'ju largojnë nga Zoti. E kush e bën këtë, ai është i humbur, thot Zoti në Kur'an. Pra ti nuk mund bësh sebeb, thu se po punoj që me majt shtëpinë, prandaj nuk falem, nuk mund ta thush këtë gjën. O shoku, du të hajnë kalamojt ke shtëpia, po pse? Fakti që ti do të falësh e ke puna, Zot do të ndalojë rreziku, do të ndalojë furnizimi. Fakti që mund ta gjosh Amazonin, do të ndalohet furnizimi. Ky lloj arsyetimi është humbja e qartë. Kur dikush mendon se do të jetë më i përkushtuar në fitim apo në familje apo diku tjetër, po mos të jetë me Zotin xhelel xhelalu. Ndërkohë që është e kundërta këtë e vërtet. Njëri sa më mirë të ketë punët me Zotin, aq më mirë dhe marr ka për të pru Zoti me fëmijët e me familjen e kështu me radhë. Për këtyre gjërat që janë përmend në Kur'an është, si më thon, pengesa e njerëzve nga adhurimi. Alladhina yasudduna an sabilillah. Ata cilët bëhen shkak që njerëzit mos ta adhurojnë Zotin ashtu siç duhet. Këtu kemi dy kategori, ata cilët e kanë si synim, dhe këta janë qafira dhe hipokrit, dhe ata cilët bien në këtë mëkat pa dashje. Siç ndodh me dikë që bën zhurmë në xhami, ndërkohë që dikush po falet. Bën muhabet në xhami ndërkohë që besimtarët falen. Ky është një lloj pengimi të tjerëve nga adhurimi pa qëllim, ama konsiderohet për gjunaheve të mëdha, siç ka ardhur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndjekja e hapave të shejtanit. Ora tattabi'u khutuwat ash-shaytan. Kush ndjek hapat e shejtanit, fa ulaika humul khasirun. Ata janë të humburit. Pse ka thënë hapave të shejtanit? Se shejtani asnjëherë nuk i vjen njeriu të shkojnë në mohim të Zotit direkt, po mundohet në saj të peshës fetare të imanit dhe dijes që ka personi përballë. Kush është xahil, loz me të futboll, kush është i devotshëm, kush është i ditur, shejtani lodhet me të më fort, kush është më afër Zotit, shejtani rrezikon shumë, edhe ai vet kur tenton ta humbi atë. Sepse drita e imanit e verbon, e dëmton. Thoshte, siç thoni ju njerëzit për njerëzit i prekur nga xhindët, themi dhe ne për disa nga xhindët i prekur nga njeriu. Tenton xhindit të preki besimtarin e devotshëm, e zen dhe e dëmton drita e imanit dhe e besimit, energjia e imanit dhe besimit që ka besimtari dëmton xhindin lën sakat. Edhe thon xhind me njëri tjetrin, këtë e ka zonë filoni për njerëzve, ose këtë e kanë zënë njerëzit. E kanë zënë njerëzit, siç zen, si më thon xhindin, siç zen njeriu xhindi, kur themi ne që dikush ka magji apo diçka tjetër. Prej gjërave që ka përmend Kurani si humbje është ndjekja dhe pasimi apo imitimi i jo besimtarëve.
këtu nuk bëhet fjalë për punë të kësaj bote dhe për këtë dynja. Po këtu bëhet fjalë për gjërat që janë shenja simbolistika dalluese të tyre për shkak të fesë dhe të besimit apo grupacionit që ata kanë. Nëse diçka është simbolistik e një feje, e një besimi, një grupacioni, deviacioni, neve nuk na lejohet të përngjasojmë. Pse? Sepse është prej, le të themi, pikave thelbësore që ka Islami është distancimi. Ne distancohemi, duhet distancohemi, duhet dallohemi. Përveç se nëse është diçka që e kemi dhe ne urdhër dhe ata urdhër, është çështje tjetër. Ata kanë urdhër mjekrën, po dhe ne e kemi urdhër mjekrën. Këtu s'ka përngjasim. Këtu jemi në rregull, të dyja palët. Mirë, po të bëhet diçka që është simbolistik dhe shenjë dalluese e tyre apo një grupacioni të devijuar brenda nesh, atëherë kjo nuk lejohet. E kush e bën këtë gjë, futet tek humbja. Zoti na ruaj. Prej humbjeve, ose prej humbjes është lënia e detyrave pa bërë. Ne kemi disa detyra si musliman, siç është namazi, agjërimi, zekati, kujdesi ndaj prindërve, kujdesi me komshiun, e tjerë. Muslimani duhet të jetë korrekt me detyrat e shtëpisë që i kalon Zoti, që secilit prej nesh. Humbja e diçkaje prej tyre është një lloj humbje, sepse do të përkthehet në botën tjetër në sevape dhe në gjunahe, çdo gjë. Prej humbjeve që ka përmend Kur'ani është humbja e shpresës nga mëshira e Zotit. Në Kur'an përmendet si deviacion, gabim shumë i madh që njeriu të mendojë se Zoti s'fal apo se fal. Nuk ka gjë që Zoti se fal nëse njeriu pendohet. Nëse njeriu pendohet pa ardhur momenti i fundit, Allahu xhallahu e fal dhe të besosh se Zoti nuk e fal, kjo është humbje. Allahu na ruaj. Prej gjërave që Zoti xhallahu ka përmend në Kur'an është kur njeriu, si më thënë, me vetdije dhe duke qenë i bindur, i jep përparësi dikujt para fjalës Zotit dhe fjalës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, masi i bëhet e qartë. Jo se ka dalë nga feja në këtë rast, por ka shkaktuar për veten e tij një humbje. Allahu na ruaj. Se është ndryshe kur njeriu nuk din edhe bën apo flet. Dhe është ndryshe kur sqarohet dhe prapë jo thot po unë do të vazhdoj me këtë timen. Në momentin që ti thon do të vazhdoj me këtë timen, është problem shumë i madh. Zoti, Allahu na ruaj. Për gjërave interesante që gjejmë në Kur'an, gjithashtu që i kam përmbledh, është fjala e Zotit el-akhserina a'mala. Pra, ka të humbur, po ka edhe më të humburit e të humburve. Thot Zoti, qul unabbi'ukum bil-akhserina a'mala, alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Aty tregoj se kush janë më të humburit e të humburve, ata të cilët kanë humbur e ata mendojnë se janë në rregull. Zoti na ruaj. Po mirë vëllezër, si ka mundësi që njeriu të jetë në humbje e të mendojë se është në rregull e ky quhet më i humbur i të humburve? Ka diçka që shkon këtu? Sepse në logjik, kush mendon se është në rregull, duhet të jetë i arsyetuar. A e tham pak më herët ne, që kush nuk ka dijen e duhur dhe informacionin e duhur është i arsyetuar, tham ne. Edhe ky tipi mendon se është në rregull, pse duhet të ishte ky më i humburi?
Këtu nuk bëhet fjalë për atë që mendon se është në rregull dhe si ka ardhur argumenti. Këtu bëhet fjalë për atë njeri që i ka ardhur argumenti, është i bindur për të vërtetën dhe mendon se do t'ia hudhi edhe Zotit në botën tjetër me të kotën që ai vazhdon mos e hiqë dorë prej saj. Sepse është problem doktrinor kjo punë. Është problem doktrinor, do të thonë në momentin që ti Zotin Zoti s'do të marrë në llogari fare se është plak, po do të mori djali i Zotit, biri i tij. Qysh këtu ka humbë betejë. E njerëz të tillë mendojnë se edhe pse nuk e pranojnë Islamin, po janë të bindur se Islami është e vërteta, do ja hedhin se e kanë mirë me çunin e Zotit. E çuni i Zotit do t'i kalojë. Siç ka njerëz që adhurojnë djallin, se mendojnë se djalli është ai që ka në dorëzim xhenemin. Po ka njerëz që adhurojnë djallin e mallkuar sepse mendojnë se Luciferi, pra djalli, shejtani, është ai i cili ka mbikëqyrjen e xhenemit. E thotë ne po rregullojmë mohabetet me të qysh në këtë botë, që kur shkojmë atje na rregulloi në një vend mirë. Allahu na ruaj. Zoti na ruaj, ndërkohë që ne themi njerëzit në xhenet dhe në xhenem i fut vetëm Allahu. Ndërsa ky do të jetë në shkallën më të rëndë xhenemit për vete. Që ka përmend Zoti në Kur'an, si më thën, ligjërimin e tij. Ka përmend Allahu xhallahu në Kur'an ligjërimin e tij kur tha Zoti: "Qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr, inna Allaha wa'adakum wa'da al-haq." Iblisi, shejtani, tha kur u nda gjëja, pra kur u sqaru çdo gjë, Zoti ju premtoi premtimin e vërtet, unë ju kam premtuar premtim mashtrues dhe të rrem. Unë ndaj jush nuk kisha pushtet, as fuqi, thjesht ju thirra dhe ju mu bindët. Prandaj mos më qortoni mua, qortoni veten tuaj. Mos mallkoni mua, mallkoni veten tuaj. As unë s'kam pas fuqi që bëj gjë juve, as ju mua, pra gjithë secili është në vete sot. Allahu na ruaj. Prej humbjes që ka përmend Zoti në Kur'an është ata të cilët bëjnë shkatrime në tokë. Fesad do thotë shkatrim në tokë. Tha Zoti: "Alladhina yanquduna ahda Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun." Ata të cilët nuk e mbajnë besën që i kanë dhënë Allahut. Se çdo njeri presupozohet mes tij dhe Zotit ketë një besë që është në momentin që unë njem me të vërtetën, ta ndjek të vërtetën. Ky është një besatim i pashkruar që çdo njeri ka me Zotin e tij. Në momentin që unë zbuloj të vërtetën, gjej të vërtetën, ta pranoj. Ata të cilët nuk i mbahen besës që i kanë dhënë Allahut, cila është besa? Që po e gjeta të vërtetën, po e zbulova të vërtetën, do ta ndjek. Dhe bëjnë shkatrime dhe keq në tokë, nuk ka dyshim se këta janë të humburit, thot pra Allahu xhallal xhelalu në Kur'an. Gjithashtu Allahu xhallal xhelalu në Kur'an ka treguar se ndër kategoritë më të humbura në botën tjetër janë ata cilët vetë përfundojnë në xhehenem dhe familja e tyre përfundon në xhenet. Ose, e më keq akoma, ata që bëhen sebeb për veten dhe për familjen e tyre në me përfundu gjithë në gjatë xhehenemit. Thot Zoti në Kur'an: "Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah, dhalika huwa al-khusran al-mubin." Humbja më e madhe që ekziston është që njëri të humbi veten e tij dhe familjen e tij në botën tjetër. Si e humb veten e tij dhe familjen e tij? E humb duke shkuar gjithë në xhenem. Allahu na ruaj. Ose e humb familjen e tij, domethënë vetë shkon në xhenem dhe familja e tij shkon në xhenet. Kjo është humbja më e madhe, thot Zoti në Kur'an, sepse normalisht njeriu ta përjetojë.
njeriu do ta përjetojë. Po nëse është xhenetlia e përjeton, nuk e përjeton. Xhehenemliu e përjeton humbjen e familjes tij nëse nuk janë me të në xhenem. Humbjen e shokëve të tij nëse nuk janë me të në xhenem, e përjeton. Ndërsa besimtari që është në xhenet, nëse ka një familjar në xhenem, nuk e përjeton. Pse? La khaufun alehim wa lahum yahzanun. Nuk ka pikëllim, nuk ka mërzitje, s'ka merak, nuk ka frikë xheneti. I fto Allahu xhelle xhelalu këto lloj ndjesish. I fto Allahu xhelle xhelalu këto lloj ndjesish. Për këtë arsye, hadithin e saktë tregohet se Ibrahimi alayhis salam ka pas një lloj ndjeshmërie për t'jatin e vet ditën e Kiametit. Amo ditën e Kiametit në xhenet s'ka, mbyllet çdo gjë, kputet çdo gjë. Tha o Zoti pa ta premtu babit tim. Dhe i jati që i thotë, o Ibrahim, am ke premtu se do të lutesh për mu? Thotë Ibrahim, po, të kam premtu që do të lutem për ty. Thotë o Allah, po baba im. Thotë Allah o Ibrahim, pa të kam thonë që është në dynja. Se s'nuk, s'pranohet gjo për të. Tha jo Zotim, ti e din. I tha Zoti që shif çfarë ke të këmbët. Dhe thot një kurban me kokë të prerë, i cili vetëm nxjerr pislik. Dhe e merr Ibrahimi alayhis salam dhe e udh në xhenem. E kap Ibrahimi alayhis salam ose me lajket, nuk jam, më thënë për momentin, dhe e hedhin zjarr xhenemin, Zotin e ruaj. Për këtyre humbjeve që ka përmend ose të humburve që Zoti ka përmend në Kur'an, çdo gjë që Zoti e ka ndaluar, sa më shumë, çdo haram, më mirë, çdo haram, sa më shumë të konsumojë njeriu prej harameve në këtë botë, aq më shumë ka marrë prej humbjes. Aq më shumë ka thith për veten e tij humbjen. Thot Zoti në Kur'an: "Liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون." Kështu pra Zoti bën që dallohet e mira nga e keqja, e pastra nga e papastra, halali nga harami. Edhe e keqja do të mlidhet, do të grumbullohet, pra e keqja do të tërheqë të keqen, e keqja nuk është se ikën. E keqja mbledh të keqen, tërheq të keqen, këto të këqijat një ditë bëhen bashkë të gjitha. E do të përfundojnë në zjarr xhenemit. Dhe këta janë të humburit e vërtet. Atë që bëhen shkak të këqijat e tij, gjinofet e tij dhe haramet e tij që të përfundojnë në zjarr xhenemit. Pse tham haramin e këtu? Se fjala el khabith përdoret për haramin. E ulta, e flishta, e papastërta, e keqja. Dhe për humbjeve fatale, që si përmendëm, është në momentin që njeriu nuk arrin shansin e fundit për shpëtuar nga zjarri i xhenemit. Cili është shansi i fundit për shpëtuar njeriu nga zjarri i xhenemit? Mëshira e Zotit. Pra ka njerëz që edhe pse nuk shpëtojnë dhe nuk pastrohen dot në varr, ama kanë shpresë në stacionet që vinë më pas. E nëse marrin gjitha stacionet, gjitha mundësitë, gjitha hapësirat, gjitha ndërmjetësimet, dhe s'ka mo, ka met edhe një stacion i fundit, cili është mëshira e Zotit. Mëshira e Allahut. E po nuk e kapi njeriu dhe kjo gjë, do të thotë se ai njeriu është i humbur. Nuk është kusht të jetë humbje fatale, po humbje e përkohshme. Për këtë arsye, Ademi alayhis salam dhe Havaja kur i lutën Zotit, çfarë thanë? Qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Ata të dy u lutën duke thënë:
o Zoti ynë, ne i bëm pa drejtësi vetes tonë. Nëse ti nuk na fal dhe në mëshiron, ne do të jemi për të humburve. Ndoshta edhe nuk janë përmend gjitha, sepse për shembull nëse do dalim në hadithe për shembull, thotë pejgamberi sa në hadithin e saktë, a dini ju cili është i falimentuari? Thanë sahabët, i falimentuar për ne në këtë botë është ai i cili s'ka dyshen në xhepin e tij. Tha jo. I falimentuar është ai që vjen ditën e Kiametit me namaz, me agjërim, me zakat, të e ka shak, të e ka ofendu, këti i ka morë pasurinë, këti i ka gjujt, do i morin njerëzit ati të mirat, e nëse nuk i mbulon do të njerëzit me të mirat e ti, do të marri ky nga të këqijat e tyre dhe do të shkojë si përfundim, pra do të dënohet me zjarr xhenemit. Po jo për të vetat, po për çfarë? Për të hujat, si më thonë. Pse i ka hyrë hak njerëzve. Ose thënia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithi i fjalës. Njëri nga njerë për i fjalë fiton shumë, për i fjalë hum shumë. Me shkurobi 70 vjet kovë pusin xhenem për i llaf, pse e verdis për Zotin. Po ja pra not, kjo është humbje. Ose hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur tha për njeriu i cili, domethënë, neglizhon nga mirësia e Zotit diçka që faktikisht ka peshë të madhe tek Allahu xhel xelaluhu. Për shembull, 2 rekatësh i sabahut, namazi i xhenazës. Duket sikur s'kan peshë të madhe, po pejgamberi sa më tha për 2 rekatëshin e sabahut, më të mira se dynjaja, çfarë ka dynjaja të, ose ta për namazin e xhenazës, sa mali Uhudit. Po ai që i hum sabahu komplet, farz e sunete, ose i kindia, ose një namaz farz, çfarë tha pejgamberi sa më? Sikur ka humbur pasurinë dhe familjen e tij. Për kujt i ikën një namaz që është i detyrueshëm, farz. Është më e rëndë ke Zoti se sa të ishte bërë sebeb ky person që të humbte familjen dhe gjithë pasurinë. Kupton sa e rëndë është me qenë njeriu shkak që të humbi pasurinë dhe familjen, s'ka gjë më të rëndë, apo jo? E po me të humb një farz është më e rëndë tek Allahu se sa kjo gjë. Kjo është humbje, Allah. Kjo është humbje, Allahu na ruaj. Mirë, inshallah mjaftohemi me këtë pjesë. Këto ishin disa gjëra që unë kisha përmbledh që desha ti përmend. Okej. Tha Zoti i Madh, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Përveç atyre që besuan. Kur quhet se njeriu ka besuar? Nuk mund quhet njeriu besimtar nëse nuk e ka bindjen dhe sigurinë në zemër, nuk e ka thonë me gojë këtë bindje dhe siguri që ka në zemër, dhe nuk e ka vërtetuar me një vepër që e dallon atë në Islam. Nëse njeriu e ka këtë të mrendshmen, e ka deklaruar me gojë dhe bën një vepër që e dallon atë si musliman, ky njeri e ka kryer pragun e besimit. Pastaj sa më shumë të shtoj, aq më shumë shtohet imani dhe besimi i tij, e sa më shumë të gaboj, aq më shumë bie imani dhe besimi i tij. Cilat janë kushtet e besimit? 6. Që njëri quhet besimtar duhet plotësoj 6 kushte. 1. Besoj Allahun. 2. Besoj me lajket, engjëjt, besoj librat, besoj profetët.
të besoj caktimin e Zotit, pa çdo gjë është e shkruar prej tij, dhe të besoj ringjalljen në botën tjetër, xhenetin dhe xhenemin. Nëse njeriu i ka besu këto gjëra, ka plotësuar kushtet për të quajtur besimtar. Po normalisht gjithë secila prej këtyre ka minimum dhe maksimum. Çfarë është minimumi që njeriu të quhet besimtar në Allahun? 4 gjëra. Të besoj në ekzistencën e tij. Të besoj në njëshmërinë e veprave të tij, të besoj në njëshmërinë e veprave të robëve të tij që duhet i dedikohen vetëm atij, të besoj në njëshmërinë e atributeve të tij. Nëse njeriu kaq s'din asnjë gjë më shumë për Zotin, Zoti është dhe ekziston. Është një i vetëm pa shok. Veprat e Zotit i bën vetëm ai dhe askush tjetër, nuk ka Zoti të tjerë që bëjnë punët e tij. Po edhe veprat e njerëzve duhet të dedikohen Zotit, adhurimet pra duhet të dedikohen Zotit. Dhe se atributet e Zotit si ka askush. Nuk i gëzon askush. Janë pa imagjinueshme, s'kan shembull, nuk kanë ngjashmëri. Dhe ky njeri nuk di asnjë gjë më shumë për Zotin dhe vdes me këtë besim. Ky quhet besimtar. Pra ka arrit pragun. Po më shumë çfarë është? Duhet i shtoj këtij besimi çdo informacioni që merr në lidhje me këto 4 pika që u përmendën. Pra sa herë mëson diçka për Zotin, ja shton kësaj që kishte në fillim. Për shembull, dikush vdiq dhe ndroi jetë pa e ditë se një nga emrat e Zotit është pendim pranuesi. Sa rriti valla, ka ajo faqja e librit Akides apo e Kuranit. Quhet besimtar ky njeriu apo jo? Quhet besimtar. Se s'ka rrit. Ama po ta rrikë faqja që thotë për emrave të Zotit dhe cilësive të tij se pranon pendimin. E këtij i duket çudi kjo punë. Thot ja. I bie dhe ajo e para. Dhe ajo e para i bëhet e pavlefshme. E njëjta gjë është ke besimin me lajket, besimin e engjëjt me lajket. Kush quhet njeriu se ka besuar me lajket? Kur beson në ekzistencën e tyre, 1. Kur beson se janë krijuar nga drita, 2. Kur beson se janë krijuar për ta adhuruar Zotin dhe kanë bindje absolute ndaj Allahut, 3. Kur beson se nuk e kundërshtojnë Allahun dhe nuk bëjnë gjunahe, 4. Dhe ky njeri nuk di më shumë asnjë gjë për melekët. Nuk di që është një melek me emrin Xhibril, një tjetër me emrin Mikail. Nuk di që ky meleku merret me ekonominë e universit, ndërsa ky tjetri i fryn bririt për të ngjall njerëzit. Nuk di asnjë detaj. Kaq, di ky për melekët. Ky quhet besimtar, e ka arrit pragun. Ky tani kushtëzohet me një kusht tjetër për çdo informacion që merr. Për emrat e melekëve, apo për veprat e tyre, apo cilësitë e tyre, ky duhet t'ia shtoj këtij informacionin bazik. E nëse nuk ja shton, apo e mohon, i bie edhe ky informacioni bazik. Për shembull, dikush vdiq pa e ditë se një nga melekët ka emrin Xhibril dhe ky sjell shpalljen nga Zoti tek profetët. S'ka arrit ta lexojë valla, nuk ka besuar në melekët, po kët Xhibrilin s'ka arrit dot si emër. Quhet besimtar ky apo jo? Besimtar. Ama nëse një ditë i erdhi informacioni dhe lexoi. E tha po mirë, tha Xhibril paska, tha po kështu me 600 palë krah, po si që ka ky Xhibril valla? Se gjëja mund të ketë vetëm 2 palë krah. Jo 3, 5, 100, 200 apo 600, siç është rasti i Xhibrilit. Dhe e mohoi këtë fakt. Bie besimin në Xhibril, bie besimin me melekët, bie besimin në Zot komplet. E qartë? E njëjta gjë funksionon për profetët. Për shembull, kur quhet njeriu se ka besuar në profetët? Kur beson në ekzistencën e tyre, 1. Kur beson se janë njerëzit më të mirë dhe më të zgjedhur Zotit, 2. Kur beson se janë të mbrojtur nga Zoti nga gjunahet e mëdha, 3. Kur beson se kanë qenë meshkuj, burra dhe nuk ka pas prej tyre gra, 4. Kur beson se gjithë secili ka shoqëzuar tjetrin,
5 dhe kur beson se në fuqi është vetëm Muhamedi alayhis salam 6. Nëse një i vdes me këtë besim është besimtar pa ditë informacion tjetër. Pa e ditë që ka qenë një profet me emrin Salih apo një tjetër me emrin Hud, për shembull. Po, tamam. Në momentin që ai merr informacionin, atëherë këtë informacion duhet t'i shtoj besimit bazik. Përndryshe bie besimi në profetët e përndryshe bie besimi në gjithë të tjerat. E qartë? Për ka të bëj pastaj me informacionin. E njëjta gjë besimi i njeriut në librat e shenjtë. Pra ne besojmë se librat e shenjtë kanë ekzistuar. Besojmë se janë mësime nga Zoti për popujt që të dinë si të besojnë dhe si të adhurojnë. Besimi se librat e shenjtë kanë shfuqizuar njëri tjetrin si mas profetëve dhe besimi se në fuqi nga librat e shenjtë është Kurani famëlar. Dhe personi nuk di më shumë detaje, nuk di për shembull që ka pas një libër me emrin Teurat. Nuk ka arrit të ketë ky informacion. Ky quhet besimtar apo jo? Quhet besimtar. Ama nëse ky arrin të lexojë se Zoti për shembull në Teurat ka thënë syu me sy, hunda me hund, dhëmbi me dhëmb. Thot Zoti në Kur'an, e kemi shkruar thot në Teurat se syu me sy, dhëmbi me dhëmb, hunda me hund dhe plagët maten. Thot ja Allah. Se besoj këtë detaj që e ka pas dhe Teurati këtë gjë. Për shembull, kot le të themi. Ky njeri quhet mohuesi i Teuratit, mohuesi i Kuranit, mohuesi i besimit të librat, mohuesi i besimit i dal nga feja. E qartë? Pra ka besim minimal që duhet patjetër të realizohet për të quajtur njeriu besimtar dhe pastaj maksimali varet nga kush, nga informacioni i njeriu për gjën. Besimi në kadan dhe kaderin e Zotit. Kur quhet njeriu se ka besuar në kadan dhe në kader? Kur beson se çdo gjë është e shkruar nga Allahu në bazë të dijes së Zotit absolute për çdo gjë që do të ndodhi. Çdo gjë është e caktuar nga Allahu në bazë të dijes së Allahut absolute për gjëra se si do të ndodhin. E këtë dije Zoti e ka shkruar, ka dashur që të ndodhi dhe e krijon kur ndodh. Po ky njeri nuk din detaje, për shembull, që natën e kadrit shkruhet prap, mbarkun e nonës shkruhet prap. Si di këto detaje dhe vdiq pa këto detaje. Ky quhet besimtar, quhet besimtar. Ama nëse i vjen ky informacion edhe thot, po si më dha shkruar ka me leku ke barkun e nonës, ku është shkruar mulla, ku ka letra aty? Për shembull, ky njeri ka mohuar besimin në kader, se i erdhi informacionin. Po mohoi besimin në kader, ka mohuar gjithë besimin. Kur quhet njeriu se është besimtar në ditën e ringjalljes, atëherë kur beson se njerëzit një ditë do të ringjallen me trup dhe me shpirt, të mirët do të shpërblehen me xhenet, të këqijt do të shkojnë ose le të themi mohuesit do të shkojnë zjarr xhenemit. Nëse njeriu ka vetëm kaq dije mbi ringjalljen, s'di as i detaj tjetër, as peshore, as ursirati, as haud, as shefat, kaq di ky. Ky njeri quhet besimtar në botën tjetër. Po më vonë ky lexoi se ditën e gjykimit ka rezervuar çdo profet. Ose besoj se do të vetë peshore, për çfarë peshore thot, ka nevojë Zoti për kanarin në rregull apo jo? O e thot Zoti në Kur'an ka peshore. Pa jam Allah thot s'ka nevojë. E ka thon Zoti peshore që të kuptoj njerëzit që ka drejtësi, por se ka përvu Zoti peshore atje. Edhe e mohoi peshoren. Ky njeri nëse mohon peshoren, që është përmend në Kur'an, ka mohu besimin në botën tjetër. Ka mohu ditën e gjykimit. Ka mohu gjithë besimin në Allah. Për këtë arsye kjo është një çështje që duhet ta kemi parasysh. Pra nuk mund quhet njeriu besimtar derisa ta realizojë minimumin e kushteve të besimit. Po mirë, pyetje. Nëse dikush nuk ka kohë me mësu këto gjona, e tha shahadetin shtratin e vdekjes dhe vdiq pa i ditë këto gjona, ky quhet i arsyetuar te Allahu. Ky quhet i arsyetuar. Pse? Se Zoti thotë në Kur'an, nuk e ngarkoj njeriu më shumë se ka mundësi. Ne po flasim kush do të besoj tamam. Kush do të besoj tamam, duhet të realizoj
kushtet e besimit. Dhe kushtet e besimit kanë minimumin që pa u arrit ai minimum nuk quhet njeriu se e ka plotësuar kushtin dhe ka maksimum tavan. Ky tavan pastaj varet nga informacioni që ka njeriu, që do thotë në momentin që informohet për diçka nga Kurani ose nga Suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, qoftë hadith mutawatir apo qoftë hadith jo mutawatir, po është i saktë, atë ky obligohet që ta besoj. Ky obligohet që ta besoj dhe t'i ashtoj këtë besimit të tij. Illa alladhina amanu, përveç atyre që kanë besuar, tha Zoti xhelel xhelalu. Tham besimtar kush quhet dhe cili është kushti minimal që njëri quhet besimtar. Pastaj tha Zoti xhelel xhelalu, wa amilus salihati. Tham këtu kemi përsëritje. Pse? Sepse besimi nënkupton edhe veprat e mira. Besimi nënkupton edhe veprat e mira. Po këtu përsërit për të treguar se është shumë e rëndësishme që besimi mos jetë thjesht informacion apo dije, po duhet të jetë diçka e përkthyer në jetë, në vepra. Illa alladhina amanu wa amilu salihati. Çfarë quhet vepër e mirë? Çfarë quhet vepër e mirë? Çdo gjë që Zoti ka urdhëruar apo këshilluar dhe çdo gjë për cilën Zoti ka ndaluar ose ka tërheqë vërejtjen. Pa e ndaluar, po kuptohet që nuk është gjë e mirë. Është gjë e urryer te Zoti, nuk është haram, po është e urryer. Pra vepra e mirë ka dy gjëra, domethënë, e urdhëruar në formë obligative dhe e këshilluar. Kjo quhet vepër e mirë. Po edhe heqja dorë nga gjunahet ose nga gjërat e urryera apo të papëlqyera, edhe kjo është vepër e mirë. Atëherë sa na u bën 2. E treta, që quhet prap vepër e mirë, është çdo veprim, le të themi, i rëndomt i njeriut nëse bëhet me niyet të mirë. Çdo veprim sado i rëndomt i njeriut niyet, po bëhet me qëllim të mirë, siç është gjumi, siç është ushqimi, siç është paraqitja e mirë. Kur njeriu e bën me niyet, i kthehet në vepër të mirë dhe i kthehet në adhurim. Cilat janë kushtet për të pranuar një vepër e mirë? Për të pranuar një vepër e mirë ka 2 kushte. Të jetë e sinqert për Allahun, pra mos të ketë asnjë indikator tjetër për të bërë kjo vepër vetëm se kënaqësia e Zotit, pra hatri i Zotit, dëshira për të fituar kënaqësinë e tij. Dhe kushti i dytë, nëse është nga adhurimet dhe bindja, duhet të ketë patjetër nga pejgamberi alayhis salam argument. E bërë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po mirë, a vallë çdo besimtar është i obliguar ta di argumentin e adhurimit? Jo. Mjafton që ai të eci me hoxhën e tij, që është i qetë në këshillat dhe porositë e tij. Nuk është i obliguar besimtari të di argumentat. Nuk është i obliguar të di argumentat. Nëse i din, kjo është më e mira. Ama nëse nuk i din dhe ecën me atë që i thot hoxha, që e mëson hoxha, i thot hoxha dëgjoj, kjo është duhet bërë kështu. Edhe ikuaj, pa e mësu ku është argumenti për këtë punë. Është në rregull, nëse e bën, se i thot mësuesi i tij, argumenti për këtë fjalë, se dikush thotë jo, patjetër duhet të pyesi dhe duhet të pyesi për argumentin. Kjo s'është e saktë. Allahu e ka vënë kusht në Kur'an me pyet, jo me pyet për argumentin. Tha Zoti në Kur'an, "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Pyesni të diturit nëse nuk dini. Nuk tha pyesni të diturit për argumentin. A i dituri është i obliguar nëse dikush i kërkon argumentin, t'ia japi argumentin. Është thotë Zoti tash përbleft, pa a të vjen në një hadith për këtë punë ose a ka jetë kuranor për këtë punë? Dhe hoxha duhet t'ia japi në këtë rast. Duhet t'ia japi në këtë rast, sepse alhamdulillah tregon që njeriu nuk është se do vetëm të di pon ose jon, po do të di edhe diçka më shumë. Edhe kjo është pozitive dhe ne duhet ta ushqejmë tek njerëzit këtë lloj, le të themi, guximi, këtë
këtë lloj dëshire. Pse jo? Njerëzit ta marrin gjën që bëjnë me argument. Nga Kur'ani ose nga Suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Jo gjithmonë është mundësia mu përmend argumenti, sepse varet nga koha, nga kushtet, nga rrethanat, varet nga hapësira, varet nga mundësitë, varet nga shumë gjëra, po varet edhe nga kapaciteti i njerëzit. Janë sa njerëz që është kot me i lot me argument, se gjovlla se kjo duhet bërë sepse Allahu në Kur'an ka thënë kështu, po ka dhe një hadith dhe këtu dietarët janë nda në 3 mendime. Dhe po leje më vëlla shkretin Allah, leje të hiki shkretin të vazhdoj punën e vet. Çfarë duhet bëj këtë? Selam aleikum, aleikum selam. Pra jo të gjithë njerëzit duhen trajtuar njësoj në mënyrën se si u mësohet feja, sepse ka njerëz që dhonë një argumentave i lodh. Si tha Isa Abiu, tha pejgamberi Zotit, tha, unë s'di tha me bo dua, tha siç bën ti dhe Muadhi, tha. Se ju luteni gjatë tha. Po si ja bën ti, tha ky pejgamberi selam. Si ja bën ti? Tha, o Zot më jep xhenetin, e më ruaj prej zjarrit të xhenemit. Pejgamberi selam qeshi dhe tha, po ne tha aty sillemi, tha në fund fare, aty shkojmë, tha, pavarësisht se i bim gjatë, fund fare Zot xhenetin na ruaj prej xhenemit. Pra ideja është që, domethënë, nuk ka ndodhur për shembull që kur janë pyet sahabët për diçka, ta ketë ndalu pyetjen dhe ti thotë, "Gjë, kështu sepse Allahu thotë", s'ekziston. Kështu sepse pejgamberi sa më ka thonë, s'ekziston asnjë vend, nuk e gjen. Vishin pyetshin sahabët, pyetshin tabiinët, merrshin dijen, ikshin, largoheshin. A është ndryshe kur ti je me student përpara, me nxënës përpara dhe do të themelosh shkencat e Islamit tek ata, atë është muhabet tjetër pastaj. Do ta japësh si çeço argumentin, sepse këtij do t'i duhet nesër pas nesër për ta trashëguar këtë dije, domethënë me argumenta tek brezat që do të vinë më vonë edhe më pas. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati. Normalisht veprat e mira pastaj janë shumë. Tham ne, urdhëresat obligative dhe urdhëresat e pëlqyera dhe të mira. Heqja dorë nga gjunahet edhe heqja dorë e tjerë. Graba është kapitulli i gjerë edhe i gjatë kjo punë. Wa tawasaw bil haq, dhe këshilluan për mirë, për të drejtën, për të vërtetën, pa nuk e majtën mirësinë e Zotit brenda vetes tyre, po e dëshiruan atë dhe për tjerët. Gjithmonë japim atë shembullin e njeriu i cili shpëton jetën e dikujt. A ka më mirë dhe sevap më të madh sa më shpëtu jetën e dikujt? S'ka sevap më të madh në Islam sa më shpëtu dikë nga vdekja. Kush bëhet sebeb që njeriu të shpëtojë nga vdekja, e ka shpërblimin tek Zoti sikur është bërë sebeb më shpëtu gjithë njerëzimin nga vdekja. Apo nuk është kështu, ajeti kuranor, kështu është. Po mirë, nëse më shpëtu një njeri nga vdekja në këtë botë, shpërblimi është i tillë. Po më e shpëtu një njeri nga zjarri i xhenemit, si mund të jetë shpërblimi? Shpërblimi është shumë edhe më i madh, më i paimagjinueshëm. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, "Wala in yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am", nëse Allahu udhëzon dorën tate, qoftë edhe një njeri, gjithë jetën, ama një njeri udhëzon dorën tate, është më e mirë për ty se sa jeta e kësaj bote e gjitha. Si mund të jetë kjo punë? Si mund të jetë kjo punë? Kjo nuk realizohet o vëllezër vetëm se nëse realizohen 4 gjëra. Dija e personit për atë që flet. Nuk thash di argumentin, dija. Pra unë e di që kjo gjë është haram, pavarësisht se nuk ja di argumentin se ku e ka. E di që kjo gjë është haram, ose e di që kjo gjëja duhet bërë. Edhe pse nuk ja di argumentin, nuk ka lidhje t'ja dish argumentin gjës. Ama t'jesh i informuar, i ditur për atë që flet. Nuk thash t'jesh dietar, nuk thash t'jesh mufti, jo. Për atë që flet t'jesh i ditur. Për shembull, ti je duke i fol dikujt, për shembull, të themi për namazin. Duhet ta dish se namazi është 5 herë në ditë. Duhet ta dish se sabahu falet në këtë formë, apo drek se të bëj pyetjen e tjetrit.
Pra për atë që flet, duhet të ish i ditur. Ose po s'patë dije, fol për ai sa di. Fol për ai sa di. Pra dia, 2, të dish se me kë ke të bësh. Pra të dish për vete, atë që do me thonë, duhet ta kesh të ndërtuar mbi dije, 1, dhe 2, duhet të dish mirë me kë po flet. Jo të gjithë njerëzit janë njësoj në kapacitet, në kuptim, në inteligjencë, etj. Pa në nivel. E treta, duhet të dish formën dhe metodën se si ta çosh këtë informacion tek njeriu që ke përpara. Sepse ti nuk mund të flasësh me terma shkencore njeriu i cili nuk di nga lidhet gomari, shkon në lidh nga bishti këherë. Dhe ti do t'i shpjegosh atij se me shkencë, Kurani para pse e lodh shkretin kot. Ndërkohë që nuk mund të flasësh thjesht njeriu i cili është doktor i shkencave në biokimi. Dhe nuk flasësh thjesht sepse ai është në nivel tjetër që ka nevojë për t'ia sjell argumentin në një formë që i përshtatet nivelit të tij, sepse nuk e kap atij thjesht në truni. Pra, dia se me kë ke të bësh dhe metodika e duhur për mënyrën se si për mënyrën se si duhet ta përçosh dijen, dhe pika e 4 është që njeriu duhet të ketë edukatën e duhur kur e përçon, kur këshillon. Pse? Sepse njeriu është gatuar i tillë që e ka mrena vetes tij zullumin, mrena vetes tij mendjenësin, mrena vetes tij egon. Kështu që njeriu që këshillon duhet të jetë shumë gentil, duhet të jetë shumë i kujdesshëm, duhet të jetë shumë i matur, duhet të jetë shumë i edukuar. Sepse ka të bëjë shumë kjo në pranimin ose jo të vërtetës. Dhe neve o vëllezër nuk na intereson që të çojmë njerëz në xhehenem kur ju flasin për fen. Çfarë na intereson? Që të çojmë njerëz në xhenet. E që të çojsh njerëz në xhenet kur ju mëson fen, edukata dhe sjellja është shumë e rëndësishme. Argumenti, Zoti i lavdëroi pejgamberin sa për edukatën e tij në Kur'an. Dhe i tha Zoti në Kur'an, nëse ti do ishe i zymt, i vrazhd, i ashpër, njerëzit do të largoheshin prej teje. Pejgamberi sa i kishte të gjithë komponentët që duhet ndiqej si njeri. Po megjithatë Zoti i tha, po ti ishe i ashpër, i vrazhd, i rond, njerëzit do të largoheshin prej teje. Edhe pse ai kishte gjithë arsyet se duhet pasuar si njeri, si profet. E jo më ne që kemi shumë gjona të xhahilietit që akoma nuk i kemi heq nga trupi jon. Tha Zoti xhel xhelaluhu, dhe kjo është e fundit, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haq, pra u këshilluan për të mirën, për të vërtetën dhe për drejtën, dhe u këshilluan mes veti për të qenë sa më durueshëm, për të qenë sa më durimtar. Pse? Sepse e kota mund të ketë krijuar perandori. E kota mund të ketë krijuar kulturë. E kota mund të ketë krijuar traditë. E kota mund të jetë trashëguar brez mas brezi. Dhe vjen dikush thotë, di si është puna, gjitha këto gjëra janë kot. Të gjitha këto janë pa vlera. Ju edhe etrit tuaj çfarë keni bë deri më sot s'ka asnjë vlerë. Etj. Ti mendon se kjo pritet me dorë trokitje? Kjo pritet, ua, po ku ishe më vlla se na çelë syt? Dikush thot ku u bonë ti, po ku u bot ju, po arabte, ku jeni, ka nartë, etj. Kjo ka nevojë, jo vetëm me qenë ti i durueshëm, po edhe me këshillu njëri tjetrin për durim. Me i thonë njëri tjetrit, o vlla, s'ka gjë, por bëj sabër.
Bëj sabër, leje, nuk ka problem. Ajeti përpara se të na këshilloj neve për të qenë të durueshëm, na këshilloj me qenë bashkë. O të wasau bis sabër, dhe u këshilluan mes njëri tjetrit që me qenë të durueshëm. Pra do më thonë janë bashkë. Misioni i ftesës në Islam nuk është detyrë e hoxhës vetëm. Nuk është detyrë e një dietari vetëm. Është detyrë e të gjithë neve që kë kemi mundësi ta ftojmë, ta bim xhamia kemi për detyrë. Mirë, po nëse mund vjen dikush dhe thotë gjoj, fola hallës, për shembull, ose tezës. Allah më ka ofenduar, më ka shaku të gjëra të tjera. Si mas ajetit kuranor, çfarë duhet të them këtij personi që erdhi të çaj hallën mu? Do të vëlla bëj dorim, se kjo punë kështu e ka. Pejgamberët kanë vujt, fëmijët e pejgamberëve s'kan gjuh prindërit e tyre, po prindërit e profetëve s'kan gjuh fëmijët e tyre, etj. Unë e këshilloj, nuk i them ty, çfarë si thare, po e ke vëlla mos i shko më për vizitë, çfarë thotë vëlla? Si të ofendon ty ajo fenë Allahut vëlla. Subhanallahu, si thotë ti Unë në këtë rast kam rënë ndesh me ajetin kuranor i cili thotë këshillohuni për të qenë durueshëm në këtë rrugë. Kam rënë ndesh me ajetin kuranor. Normalisht ka disa gjëra që me shpresën e Zotit, nëse realizohen, njeriu fiton durim të madh.